Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur mi, që ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më interesante. Do të ndaloj pak tek Egli Tako. Egli Tako ditën e sotme në Instagramin e saj ka publikuar 2 fotografi. Zakonisht janë lëvizje të ripërsëritura që po bëhen në momentin kur gjesti udhëton jashtë shtetit. Edhe kur gjesti udhëtoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë prezent në koncertin e tij, Egli Tako postoi fotografi pothuajse nga vendi i ngjajshëm, edhe ditën e sotme ka postuar nga ky vend. Bëhet fjalë për Hotel Gardeni në Prishtinë, ku Egli, gjatë gjithë kohës kur udhëton Prishtinë dhe Tiranë, në shumicën e momenteve është e pozicionuar në këtë hotel. E pozicionuar jo për të fjetur, por e pozicionuar për të bërë grimin dhe për të përgatitur për të bërë xhirimet e videoklipit të saj. Ju e dini shumë bukur që Egli është duke punuar një klip tashmë me Sergjon dhe zakonisht artistët shqiptar duke qenë në një impakt kaq të madh, duke qenë në një ndjekje mediatike shumë të madhe, nuk preferojnë që të shkojnë nëpër studio për të bërë grimin, por preferojnë që make-up artistët të shkojnë në hotelin ku ato ndodhen, që të mos ketë ndonjë fotografi, që mos ketë ndonjë paparaci për të kuptuar sekretet e tyre. Egli duket në fytyrë që është shumë e lumtur, është shumë e gëzuar, ka ndryshuar 360 shkallë në pamjen e saj. Egli në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother me këtë Eglin që po shohim, domethënë duket tepër falënderuese që ka arritur të merë gjithë këtë sukses edhe gjithë këtë famë në këtë pikë të jetës së saj. Do të shohim se çfarë do të ndodhë nga këto fotografi, domethënë asnjëherë nuk kanë qenë kot postimet e Eglit, gjithmonë kanë qenë me një prapavi tjetër, por këtë gjë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim. Doja thjesht të tregoj pranë jush që Egli ndodhet në Kosovë dhe zakonisht kur gjesti ka patur rrugtime të ndryshme në Europë, Egli ka përzgjedhur që të postojë diçka të bukur nga Kosova. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.